Pendohuni me sinqeritet. Në ajetin 8 të surës Tahrim, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju shlyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumej, ditën kur Allahu nuk do ta turproj profetin dhe ata që besuan bashkë me ata. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe falna ne. Vërtet, ti je I fuqishëm për çdo gjë. Në këtë ajet, Allahu u drejtohet besimtarëve që të kthehen tek Ai me pendim të sinqert, në mënyrë që t'u falë mëkatet dhe t'i fusë në xhennet. Gjithashtu, ajeti thotë se në ditën e gjykimit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe besimtarët nuk do të turprohen. Ata do të kenë dritë që u ndriçon rrugën dhe do të luten: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe na fal. Nga ky ajet mësimi I parë: pendimi duhet të jetë I sinqert. Pendimi I vërtet nuk është vetëm me fjalë, por ai është kur njeriu ndjen keqardhje të thellë dhe e braktis mëkatin, duke vendosur të mos kthehet më tek mëkati. Mësimi I dytë: dera e faljes është gjithmonë e hapur. Edhe nëse njeriu ka gabuar shumë, Allahu nuk e mbyll derën e faljes. Allahu kërkon që robi I Tij të kthehet tek Ai me kthim të sinqert. Mësimi I tretë: nderimi I besimtarëve në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, besimtarët nuk do të poshtrohen. Ata do të jenë në shoqërinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe do të dallohen me dritën që do t'i mbulojë ata në atë ditë. Mësimi I katërt: ajo dritë në ditën e gjykimit është fryt I besimit dhe I veprave të mira. Ajo dritë nuk është fizike, por është udhëzim dhe shpëtim. Ajo dritë vjen nga besimi, pendimi I sinqert dhe veprat e mira. Ky ajet përmban 3 mesazhe shpirtërore, që janë: mesazhi I parë: zemra pastrohet me pendim dhe kthim tek Allahu, krijuesi I zemrës. Mesazhi I dytë: njeriu duhet të jetojë gjithmonë mes frikës nga ndëshkimi I bërjes së mëkatit dhe I shpresës në mëshirë e në falje. Mesazhi I tretë: edhe punëmirët kërkojnë falje dhe kjo tregon për ulësi. Të tillë duhet të jemi në këtë jetë. Ky ajet është jashtëzakonisht aktual sot, kur mëkatet janë bërë më të lehta përmes teknologjisë dhe propagandës në forma të ndryshme për përhapjen e tyre, dhe fatkeqësisht mëkatet kanë mbuluar shoqëritë njerëzore. Ky ajet thërret e thotë: kthehu, pendohu para se të vdesësh dhe mos u bëj I pandjeshëm ndaj mëkatit dhe të këqijave. Njeriu modern vuan nga zbraztia shpirtërore. Ai është I goditur nga stresi, ankthi, depresioni dhe mërzitja. Pendimi I sinqert sjell qetësi dhe rikthen lidhjen me Allahun fuqiplot. Në një botë me shumë konfuzion, njerëzit humbin drejtimin. Ky ajet premton dritë e udhëzim në këtë botë dhe në botën tjetër. Sot njerëzit justifikojnë gabimet me lloj-lloj iluzionesh që u intereson atyre, ndërsa ajeti mëson pranimin e gabimit dhe kthimin me sinqeritet te Zoti yt. Ky ajet është një thirrje fuqishme e cila thotë: mos e shty pendimin, mos e humb shpresën, ktheu tek Allahu me zemër të pastër, sepse fundi
i këtyre është falje, dritë dhe nderim në ditën e ringjalljes. Prandaj, pendohu para se të vdesë. Në ajetin 31 të surës Nur thuhet: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Të gjithë ju o besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin.